Përshëndetje. Ka një kategori njerëzish që nuk e kuptojnë fare çfarë do të thotë të dua. E thon, e përsërisin, e përdorin si flamur emocional, por brenda ka një kusht që nuk e shqiptojnë. Sa kohë që më duhen shërbimet e tua. Mjafton që të plotësohen nevojat dhe harrimi vjen më shpejt se më fal. Në pamje të parë duken të sjellshëm, të afërt, të butë. Kur ke punë me ta, je sheh që dinë edhe të preken, edhe të kërkojnë, edhe të qajnë halle. Por provo të kërkosh ti diçka. Aty fillon loja. Heshtje, ikje, justifikime idiote. Njeriu që thoshte je shumë e rëndësishëm për mua pak më parë, tani sillet si të mos kishe ekzistuar më kurrë. Nëse do ta shohim pa romanc, psikologjikisht kemi të bëjmë me njerëz që na shohin si burim, disa si karikues emocional, disa si mbështetje psikologjike falas, disa si shpëtim të përkohshëm nga vetmia. Nuk duan ty si person, por ndjenjen që marrin prej teje. Dashuria e gdhendur me kusht. Shumë prej nesh u rritën në familje ku vlera jote varej nga ajo që bëje, jo nga ajo që ishe. Nëse sillje nota të mira, të lavdëronin. Nëse ishe i bindur, të përkëdhelnin. Nëse jepi rezultatet, të donin. Të mos bëje gjë, na turprove. Në një ambient të tillë njeriu mëson që dashuria duhet fituar. Nuk të takon. Për ty ka kushte. Dhe pastaj çuditemi kur si të rritur, të tjerët na duan vetëm kur u duhemi. Por kush na ka mësuar ndryshene? Shqipëria e ka këtë problem në çdo qoshe. Familja që të kujton gjithë jetën çfarë ka bërë për ty, shoku që të kërkon vetëm kur ka hall, partneri që të do vetëm që t'i shërbesh, punëdhënësi që të vlerëson vetëm për sa kohë i sjell fitim. Nuk është thjesht mungesë karakteri të individit, është kulturë. Një kulturë që ka mësuar dashurinë si investim, jo si marrëdhënie. Të duan derisa të mos u duesh më. Në lidhje romantike, kjo duket qartë. Ka partner që nuk bëjnë lidhje, por punë me orar. Marrin vëmendje, siguri emocionale, kujdes, por po të kërkosh ti të njëjtën gjë, bëhen të lodhur, të zënë, të ngopur me drama. Ata që hyjnë në lidhje vetëm se kanë nevojë për dikë që t'i mbajë shpirtërisht, nuk e duan partnerin, e duan rolin e tij. Në psikologji kjo lidhet me një stil pasigurie lidhjeje. Kërkojnë dikë që t'u mbush boshllokun, por nuk e din ta mbushin me askënd. Ata ngjajnë si të dashuruar, por në të vërtet janë vetëm të etur. Shokët me orar pune. Në miqësi e njëjta histori, por më cinike. Telefonatat që vinë vetëm kur ata kanë halle. Mesazhet e tipit a ke 2 minuta kohë që zgjasin 2 orë me monologjet e tyre. Zhdukja misterioze pikërisht ditën që ti je më keq. Madje edhe frazat e tipit nuk doja të mërzisja. Ndërkohë që s'kan asnjë problem të mërzisin me problemet e tyre. Në fakt, shumë prej tyre nuk e shohin si mungesë mirësie. Nuk e mendojnë fare që ti mund të jesh qenie emocionale. Egocentrizëm i pastër. Hallet e tyre duken si të vetmet halle që ekzistojnë në univers. Ata nuk të shohin si njeri, të shohin si vend grumbullimi. Prindrit që përdorin fjalën ne si kusht. Edhe familja e luan të njëjtën rol. Shumë prindër shqiptar nuk kanë mësuar të japin fëmijës dashuri të pakushtëzuar. Ata të duan fort, por shpesh me idenë se kjo dashuri një ditë do t'u kthehet. Ne të rritëm, tani ke radhën ti. Ne sakrifikuam, tani mos na zgënje. Dashuria si borxh, jo si lidhje. Kush lind në këtë sistem e mëson që duhet jap shumë. Dhe çfarë ndodh kur jep shumë? Një pjesë e shoqërisë të shikon si burim, derisa të thahet burimi. Kur të shterë vëmendja, të shterë dhe vlera.
Njerëzit që të duan sa u duesh, din që të jenë shumë të sjellshëm, derisa të mos kenë më nevojë. Pasi nevoja mbaron, sjellja kthehet në indiferencë, të lënë në pritje, në hares. Trupi e kupton më shpejt se mendja këtë shkënjim. Njeriu fillon e tërhiqet, humb besimin, humb energjinë. Dhe cila është ndjenja më e rëndë që të lë? Nuk është i dërimi. Është ndjesia se si të përdorën. Dhe kjo përsëritet shpesh. Njeriu mëson të mos kërkojë mendim, të mos flasë më për veten, të mos pretendoj. Disa mbyllen, disa ngrihen emocionalisht, disa e kthejnë në sport. Unë jap, ata marrin. S'ka problem. Derisa një ditë, thjesht nuk kanë më fuqi dhe nuk dalin më. Ironia, të zgjedhin sepse je i fortë. Ata nuk vinë tek një njeri bosh. Vinë tek ai që di të dëgjoj, di të përballoj, di të jap. Pra të shfrytëzojnë sepse ke diçka që ata nuk kanë. Ironikisht, shpesh viktima e këtij përdorimi nuk janë të dobët, janë të fortë, kanë zemër dhe pikërisht kjo zemër bëhet furnizimi i të tjerëve. E gjitha kjo prodhon paradoksin e shekullit emocional. Sa më empatik të jesh, aq më i ekspozuar në njerëzve që të konsumojnë. Si mbyllet kjo histori pa u bërë i ftohtë? Zgjedhja nuk është të mbyllesh, nuk është të bëhesh si ata. Zgjedhja është shumë më e thjeshtë. Kufi. Mos jep automatikisht, mos dëgjo pa limit, mos e çliro askënd nga përgjegjësia e vet. Mos shpjego kufirin, vendos se. Interesagjinët nuk edukohen me fjalë, edukohen me mungesë të aksesit. Në fund pyetja vetme që vlen, ka shumë njerëz që të duan sa u duesh. Ka shumë që nuk e bëjnë me ligësi. Thjesht nuk dinë më shumë. Por një kriter është i prerë. Kush është aty vetëm kur ti je mirë, nuk është afër teje. Është afër vetes së ti. Njeriu që të do, nuk të kërkon vetëm kur ka nevojë për ty. Të kërkon edhe kur ti ke nevojë për të. Të tjerët janë vizitor. Jepen si dashuri, funksionojnë si shërbim. Prandaj mos u zemro. Mos e romantizo, mos e ushqe, vetëm vendos kufi dhe e kupton kush mbetet aty. Dashuria që e sheh njeriu si mjet nuk është dashuri. Është transakcion emocional me fjalë të buta dhe ti nuk je bankomat ndjenjash, je njeri. Kaq. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.